Rama ka vetëm një mundësi shpëtimi. Po Rama shkoi takoi Trumpin. Më fal, ku? Për çfarë? Për bordin e paqes? Bordin e paqes. Pa bëri me detyrim parlament që vetëm ai mund të shkonte nga Shqipëria. Mori votimin apo? Votimin, po. Edhe Pse? Se kishte frikë që jo kishte frikë, e dinte që s'doftoi Rama, doftoi presidenti. po. Pse duhet bërë në parlament? Çfarë liverdi kishte Rama që të bashkonte të opozitën në një zë. Rama s'u intereson opozita, apo? U detyrua të bashkonte opozitën që të përcaktohesh që i vetmi që mund të shkojë nga Shqipëria është Edi Rama me emër dhe me mbiemër. Që të mos shkonte Begaj. Pasi doftoi Begaj, si qoftu Vjosa. Vjosa Osmani. Vjosa Osmani. Dhe Rama ja ka kaluar Shqipërinë totalisht Izraelit. Unë duhet të kujtoj që ndryshimet e fundit qeveritare e kaluan politikën e jashtme të mbrojtjes dhe drejtësisë totalisht në duart e kujt? Edhe të brendshme, në duart e judejve. Po ta shpjegoj pak. Edhe Shqipëria është në duart e tyre? Tashmë, me këtë qeverinë që s'është qeveri, është thjesht një band. Ministri i mbrojtjes. Ne band kemi thënë gjithmonë. Po sot është akoma më keq? Jo, kjo është tashmë një band në shërbim të Izraelit. Po ta shpjegoj pak. Ti e di që kemi 2 pastorë në qeveri. Po, është bërë lajme në këtë kohë të fundit. Pastori i Ministrisë së Mbrojtjes është pastor sionist, koordinator i Ron Jeffet, përfaqësuesit të Izraelit në Shqipëri. Njeriu që Rama ka varë gjithë shpresat që ta mbrojë nga Trumpi. Ron Jeffet është në listën e zezë të NATO-s si kontraktor i rrezikshëm. Listën e zezë të NATO-s. Ky ka kaluar gjithë industrinë ushtarake dhe portin e Pashalimanit në shërbim të flotës greko-kipriote izraelite kundër Turqisë. Investimi turk në Pashaliman. Vazhdojmë. Ministri i Mbrojtjes është koordinator i Ron Jeffet në Shqipëri. Është pastor sionist. Ministri i Drejtësisë, pastor sionist, Toni Gogu. Ky lamllari, se ka ky ministrisë brendshme. Që ishte te drejtësisë që kaloi te drejtori i Fondacionit Soros për krimin e organizuar, që fshitet të gjitha dhënat e mafjes shqiptare në Kolumbi në vitet 2015, 16, 14. Duke zhdukur dhënat. Ndërkohë që Shqipëria u bë pala kryesore kontraktuar në 2017 në mafjet e Kolumbisë në raport me kokainën në Europë. Ishin 3 mafje në atë kohë, ishte Ndragheta me 2 degëzime, me 2 partnerë, që ishte mafja serbe, mafja shqiptare. Raport amerikan po të lexoj. Dhe këta i zhduknin dhënat, këta janë të gjithë klyshtë e tyne. Kush është ministri i jashtëm? Ministri i jashtëm është po një klysh i këtyne. Tashmë politikën e jashtme, të mbrojtjes, të brendshme dhe drejtësisë e kanë dorë ata. Edhe sigurinë kibernetike të Shqipërisë. Pse është e rrezikshme kjo gjë në këtë çast? Sepse unë tmerrohem nga ideja që Rama ka vetëm një armë shpëtimi, që të sulmohet Shqipëria nga Irani. Kjo shpëton Rama, për gjithmonë. Kjo tezë po diskutohet shumë media këto ditë. Asnjë ditë. Kjo që thash unë jo. Jo këtë, po thonë jo po do të çoj raketën nga Irani, do të filloj. Po, ky është debati. Diskutimi, debati. Ky është debati. Problemi është si. Po si është? Në Arabi Saudite, sipas Tucker Carlson, u zbulua një celul e Mossadit që fshihej sigurisht celul iraniane. Po. Mendon se mund të ndodhe po njëjta gjë? Absolutisht, është e vetmi armë që ka Rama të shpëtoj. Në qoftë se këtu do të ndodhte një sulm ndaj Shqipërisë nga Irani, kush do merret më me Ramën edhe Spakun? Rama do dilte një viktim hero i Amerikës, apo jo? Do gëzonte me herë mbrojtje nga Shtëpia e Bardhë. Kjo shpëton Rama. Dhe unë ajo që kam frikë është që duke qenë se Izraelit intereson të ndodhte ndonjë sulm terrorist në Shqipëri me fokus Manzën, ku aty ka ndodhur një veprimtari shumë e palishme, që shpall qeveria hije. Para 40 orësh. Më fal, ata kanë të ndaluar me statusin e refugjatit që të kryejnë veprimtari politike. Ata kanë shpallur qeverinë hije të Iranit. Dhe kjo e bën target për Iranin. Që do thot Izraeli e ka në dorë të prodhojë një fast flag, një sulm ndaj Shqipërisë, sikur e bën Irani, për të shkallëzuar veprimet, po dhe për të shpëtuar Ramën. Dhe Rama shpëton. Pra një sulm që mund ta krijojë Izraeli vetë duke fajsuar Iranin. Jo, më keq kuptove. Rama dhe Izraeli. Okej. Jo, po tregoj pra ministri i brendshme, ministri i mbrojtjes, ministri i jashtme, ministri i drejtësisë, pra të gjithë skemën për kacet sigurisë. Po kush e ka gjizjuar është ky Rama, kush e ka skemën? Jo, më fal po. Rama punon me Sorosin prej vitit 92, apo? Punon dhe me Bibin prej një viti, në brenda Ron Jeffet. Po, atë e pam edhe demonstrimi që i drillën gjunjët kur shkoi atje në parlamentin e Izraelit. Pra frika që ka Musi Altin është që ky njeri për të shpëtuar mund të fusi Shqipërinë
në sulm terrorist ndërkombëtar në Thojza, një false flag pikërisht për të shpëtuar ai vetë. Dhe ai do shpëtonte. Pse do shpëtonte? Në momentin që Shqipëria do sulmohej nga Irani, dhe Amerika është luftë me Iranin, a do merren mbrojtje dhe kryeministri po? Apo do merresh më një Si të merr mbrojtje? po nuk do ketë më kështu plan për ta hequr Ramën. Jo, spaku e këto, Jo, këto. drejtësia, Me herë do ndryshonte loja. Kjo është ajo që të merron mua. Kjo është ajo që më të merron. Sepse ky e ka vërtetuar këtë që thash unë. Ta jap faktin dhe provën. Mban mend kur u sulmua në Thojza Shqipëria nga iranianët në sistemin kibernetik? Mban mend që dolën gjithë databazat? Po të futesh Facebookun tim në atë kohë, do të dëgjosh fjalët e mia që them, ky është false flag. S'ka as lidhje Irani me këtë punë. Do ta besoja që ishte Irani këtë punë, ditën që do dilet databaza e kadastrës, që dalin gjithë vjedhjet që kanë bërë këta. Po gjithë sulmi që pretendohet që është bërë nga Irani, është justifikim për ta marrë Izraelin kontroll kibernetikën shqiptare, siç u përdor. Si vetëm që ditë merret, se ata dinë të merren me këta, apo jo? Disa njerëz që kanë kuptuar këtë gjë. Po prit. Problemi ishte që unë thash, në qoftë se do të dilte kadastra, po ky ishte dëm ndaj Ramës. Çfarë dëmi u bë Ramës? Zero. Pra, ishte një false flag Që e krijuan po vetë. që mund ta bëjmë prap. Po unë do të kujtoj një histori tjetër ty. Viti 2017, 2018, 2019, në Amerikë, sekretar sigurie, këshilltar për sigurinë, ishte John Bolton, anti-shqiptari më i madh që mund të ekzistojë. Kundër bombardimeve në Kosovë, armikë Kosovës etj. Ky që solli mujahedin në Tiranë. Trumpi kur e përzuri në atë kohë, e di çfarë tha. Ky tha kishte në plan tha që ne të bëjshim false flag tha me Manzën për të bërë sulm ndaj Iranit. E dëgjove? E dëgjove çfarë thash? Pra Trumpi kur e përzuri këtë qen, tha që ky qen donte që ne të bëjshim luftë me Iranin, duke shpikur diversion false flag me Iranin, ku projekt ishte Manza. E kuptove logjikën. Pra ekzistonte ky projekt. Dhe kur këtë e pyetën për Sorosin, John Boltonin me intervistë që e pyetën në Shqipëri, ky tha mos u merrni me teori konspirative me Soros. S'ka Soros. Pra një zogqyqe nga këta, kupton, ajo lloj. Ky është i qen lufte. Tani koncepti është që ekziston pra ky projekt. Ta dhash provën. Sulmi kibernetik. Ta dhash provën John Bolton apo pse të mos e mendojnë këtë gjë sot? Si mundësi, kur e di shumë mirë rezultatin, Rama shpëton. Qofse do ndodhte, dhe Rama do të jetë autori bashkë me Izraelin që do e bëj. Këtë kam frikë. Dhe mos harrojmë, të gjithë ekspertët thonë që Irani nuk ka kapacitet për të goditur me raketa Shqipërinë, por Izraeli thotë që ka. Sot ka dalë dokument zyrtar nga Ministria e Jashtme e Izraelit që rrezikohet gjithë Ballkani nga raketat e Iranit. Po e bëjnë gati apo jo? Këto janë frikat e mia në këtë histori. Pra u sheh nëpërmjet dokumenteve, media. Kjo është arsye pse unë nuk ftohem në televizionet për të folur për këtë temë. Dhe këtë e përgatitet në formë tjetër. E kuptoj pse jam censur. Edhe për këtë arsye. Që po them ty këtu.